E kemi vënë 6 minuta me Murizin, sepse thash ta lija të lirë bisedën, me që zgjedhjet kanë mbaruar dhe mund të flisim për gjithçka. Dhe me që ta fjala Myslim, muhabet për qep do bëjmë sot, për momentin s'kemi asnjë betejë përpara, për momentin. Le ta fillojmë nga një ngjarje që ka bërë xhiron e botës dhe dua të di opinionin e Myslimit, sepse jo më kot dua ta nis me këtë, pikërisht me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Një shpull do ishte egzageruar, po një kapje fytyre pak brutale nga ana e gruas vet, ka bërë xhiron e botës, ishte fikse duke dalë. Kuj grua? Nuk u ka batuta. Nuk u ka batuta, le dio kujt grua. Sa që është grua? E bashortës ti. Po ja, që bashortën duke si baba vetë. Po, sepse është shumë e vjetër në moshë, është 35 vjetë me madhe. Ka lidhë me moshë? E ka patur dhe mësuese, kështu. Po ja, që mësuese? Mësuese ka pas, po shë, sigur. Po që mos ke qenë klasë me ata, asë mund ashti, po... Jo, po unë e di historinë. Po qajt histori. E ka pas në zënës, jo, po... Mund të ketë qunë gjaj, mund të ketë gjagja, mund të ketë daj. Jo, ka ardhi tjetër këtu. Ka që kisha humë mund jetën time dhe kam që martu me gruta, shi që kam martu me burë dhe jam knaq, këj Gonzato, që është këj, që një allasoj tjetër këj. Presidenti i BE-s. Nuk po sa qenë edhe i OKB-s-ja. Po të drejt ka tjetë me burat. Po shumë mirë edhe, po pëse ma thu ti gruja e Macronit? Po sepse zyrtarisht gruja e Macronit. Mund tjetë gjagjaja, mund tjetë gjyshim. Jo. Jetë gjithë mund tjetë de facto, më them de juro qa është. Të shi letra drop t'i bëjë institushët, ne kemi gjysë me parlamentit. Jo, nuk mundem më. Gjysë me parlamentit që ka ndru 7 herë emrat. Jo, kjo është emisioni që dua, ja, këshu më nuk dua fare unë po flasë që është fakti thu me letra. Mund të qenë profesori. Mund të qenë profesori. No, është ta, po. Tu ke Asani e ka bëhë Henrik, për shemë, të emrat. I e ka Daut, e ka bëhë këtë unë. I ndrojnë emrat si pas kohë, çdo 10 vjetë. Pa tjetër, po në rase konkrete nuk e dim. Si? Ka fjali, janë për dokumentar, për shumë nga gazare amerikane, nga një kondons OL, nuk e di si quhet ajo, që ka bërë dokumentar që në fakt... Ne sytë ballit... Ato janë gjëra që nuk janë vërtetuar, pra, këta i kanë përgjështruar nga Elizea. Ne kajtë pasens, nuk kemi në sytë ballit, kemi din të ndajmë kush është mashkull, kush është femër, faktën. Nëse se ndajmë se qarraca është nga vjen, po që... Je duke folur kështu, po kujdes... Unë jam duke flat... Jo, ka vetëm pak ditë... Ta kam thënë dhe herë tjeta, e thash dhe mram në emision, edhe prej zanatit nga. Unë kam marru 87-92 një veteriner, pastaj 99-2004 një juridikut, në shtetë. Dhe i shof dhe si objekte... I shef si kafsh? Po kafsh janë, me logikë më të përsosë... Ne në fakt kafsh jemi? Po tjetër, ne flasim dhe kemi koshjencë. Po si ka mundësi? I thash një gazetari, kolegu tu i mram, që për fjalimin e këmes, unë e shof në siklet. Do flasim për ato? Do flasim për ato, po jo, po që mos kalim nga dekant dhe një moment të rim të Macron. Kur me për grup burë dhe të të rrosh dajak, sa të lodha që ti pësh? Po pra, digjova. Digjova dhe po e shqitja në YouTube, sot po më dinin klipe dhe i kështë për namin me këtë batut. A, se di. Po i më digjo, unë të shtem për te që e thanë 6 minuta më rrizit, mos në mërzit në këto që s'na kanë qefë, këto që dun të qynë se zbën mis, për shemë burën e Macronit. Qa li dhe ka? Mos mund t'jem shumë i rrumullakat, si në kornizë, s'jam mund ma, pastaj. Jo, e marrëvesh. Po, digjo... I ziu e ish, Allah nuk rrife qdo natë, e këte e panë mileti, po... E ta shojmë dhe ne për ata i se kam parë. Allah, s'ka, kështu, kam gjik lukure, dajake nga këta që janë këto veglet që blenë kjo bota e mrekullive transgjinore e fund viteve, të këtyre viteve që pojetojmë, ne. E kështë ajo kolapsi që bëni bota për mu. Ose ikja e botës nga burra shteti që ka pas 92-shën, në spurdhjak pu shteti, pas 92-shën. E tjetërësimi, ardhja deri këtyre transgjinore, dela e thotë mos më shani. Ti po në shani, s'po qajmë në ty. Kë Gonzato, që kishtë kë? Gonzato? Gonzates. Jo, është Gonzato, është italiane. Es. A i shefi i ambasadori bashkët Europian Shqipëri. Që t'jem shumë i sinqert edhe falë dhe orari tuj në këto. Nuk ma njenë fare mu qa funksioni ka i provizor. Fare. Po dhem qa është që profajcon, si kalup, si qenja njerëzore. Po pse do t'i paragjykojmë, mësim? Po s'po i paragjykojmë, ata në kam paragjyku ne, po mos ishte si ata, nuk merë se as drejt studimin Amerikë, as vend pune, ma dje, kur më ka pyet Grida, qa ke fituti nga fitoria e Trumpit, është kam shpëtu vetën nga martuarja me zorë me burë, sepse do të thoni nuk merë pension, s'merë patent, s'pagun, po di unë, sigurimi shqyrore, s'bënd vaksin, kjo fse si e kështu si këta. Ta fitua si kjo. Trumpi së zgjith kryetar shteti, për i katunë si Shqipëria, zgjith për Amerikën. Qartë. Por që naloj me ligjë këtë set, pa të rëshkit bota. U talë me 8 miliard njerëz dhe shpikën vaksinat. Të rish në 6 metra katore, 4 veta, 6 veta i që kishe plejt gjallë, tash me tjenë të lukë,
kur dilni thoi duhet marrësh taksi, burri para, gruaja skiç mrapa. Talë. Herë Vajdorashka dilte Rama atje thoshte laj dur me sapu me kështu. Rama lajë 6 muaj vet. Madje është i batut per që ka thënë dikur zoti Murrizi, që ka thënë PD-ja asaj kohe ka përfunduar me 3 burra pa gra, 3 gra pa burra dhe 3 burra që duhen të jenë gra. Si nuk e kuptova këtë. Ja. Dikur ka thënë një batut parlament mos gaboj që PD-ja asaj kohe Debatu në emision me Njerin e Bilçika, ish mikun te. Ai gazetari. Po, gazetari. dhe shpëtoi dhe PD-ja nga rëshqite, këtë do të Jo thonë. më i thash, e djatha nga të majtën ndan nga familja. Dhe mos thuj për djathë për një parti që për çdo subjekt politik. 6 burra pa gra, 6 gra pa burra, 3 burra që duan burra tash. Ke këto 3 hyjet Makroni, 4. Ke ky që rrihet ndajak. Zgjedh sa ato stewardesa që kanë çaj një rrugës, kush disa ndajak ka rrugës. Le dio e kemi, ndërkohë që po flasim Macronin. Vazhdo veti. Po erdhi. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement. Et on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Je suis surpris par cela. Devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président. E kishim me titra se s'patë mundësi që ta bënim ta përkthenim, po e kishim me titra frikisht. Paka shumë Macron, një sekond, mëse. Paka shumë Macroni është duke thënë atje, duke sqaruar pas atij gestit që nuk ishte sherr, tha, ishte thjesht një kështu një lloj, si i quhen ku kalamajt, jo, nuk është loj tamam, një lloj jo sherri, po një lloj grindjeje kështu fëminore, në kuptimin që nuk ishte me të keq. Fiks për moshën që kanë. Pra grindje e moshës. Nuk e tha ashtu ai. Po përderisa Po la të kuptoj. Fëminore është për moshë. Jo fëminore, më por nuk di ta gjej fjalën shqip. Genuine më. Shamaje tha, shamaje. Ai duhet më u fut me pas si përkthehet shamaje. Ke pasur kalamaj për shembull. Dajak përkthehet. Jo, Ledja nuk mundem më, jo. Nuk mund, o mislim, digjo. S'ka nevojë të. Po e di pse hapa këtë Se vërtet shumë ta përkthesh. O mislim, e di. Dajaku nuk është njëti në tjetër gjuhë në gjithë botën. Dajak Allah s'ka. Po nuk është daja. Po është super dajak ai. Ai ziu ai çaj kur e mërthen ky burri. Çfarë lidhje? Pse e quan burrë? Kaloj. Para po. Kush ka thënë që është burr më? Ai quhet Brigitte Macron. Ka marrë dhe mbiemrin e. Ta thash mos ma ner gjysma janë e kuvendit, kanë ndruar emrat, se kanë qenë hajdut botanier. Mi po ti emra, po ti thua tani që kjo ka ndruar gjinin, po për çfarë e quan burr ti? Ka emër femror e quhen femër tjetër, për shemb, kot. Po të pyes ty tash. Ashtje asun se vëjmë Ti e quan burr sepse për faktin që është e moshuar. Po është prap dal tek ai pjesa e zanatit tim. Po çfarë ka veterinerin, pra pse e lidh me atë me zanatin tënd? Sepse kur jof kafshët që janë mashkull femër, që nuk tregojnë, nuk flasin. Si është jof këta që flasin? Pse të lidhe ka zanatit? Atë thash. Ti e kupton si? Po e kuptoj që ky daja ose daja vet. Si se e kupton dhe i shketi. Po merr me një gjë tjetër se sa arritet si puna këtyre. Iku, po ti s'po mbledh që të kalojnë mua betjet. Po jo, po arrivet ky shketi ky ambasadori që ashtu ky çka quinte? Se di. Arrivet ky mdajak nga ai që ka marr. Tash i ka ramu shtaky. Dgjoj. Qenë martu tha me i gru dhe kam pasur 2-3 kalamajt, nuk e di çfarë tha. Jo, ka fëmijë, tani jam martuar me burrë, po kjo nuk u pengon tha ti jemi vërtet siç janë ta. Po pra. Tash ai kam Por më myslím dgjoj, ti po flet shumë, po e di ti për shkakun që në këtë moment po na ndjekin me siguri shumë njerëz të cilët janë homoseksual. Ishte edhe kjo LGBT-is. Jo, më fal ta mbaroj. Se janë. Secili homoseksualiteti nuk është mod. Nuk ekziston te kafshët, te kafshët nuk ekziston. Nuk është mod. Janë më perfekcion kafshët. Nuk është mod, e kjo tregon që s'është gjë gjenetike apo biologjike. Nuk është mod e këtij viti. No, është e vjetër. Ka ekzistuar sa që në antikitetin njeriu, po patjetër. 2000, 3000, 5000 vjet. Patjetër më. Por gjithkohë nuk është parë si avantazh. Pra, shoqëritë në periudha të caktuara, se jam ty fol seriozisht tash, e kanë pranuar, çdo i ri njehet ashtu siç është. Dhe ka drejtën e tij të njehet, por
Problemi është që në këto 10 vitet e fundit, mas administratës Obama, edhe Biden në Amerikë, bëj mod që të vinë të turp me qenë normal. Pra, Me qenë hetero. Pra, duhet që turp të ishte hetero. Po. të ishte njëshe jo rehat, për shembull mu më ka kryqëzu 2 herë në takimet me ka qenë ky Soreka, Po. me Vasilika Hysi, për shembull, kolegja ime në kryetar, bëtë raport në ambasadë amerikane, që pse muslimi është... Isha fajtorën, ku di unë pse kisha qef që të kisha gru, për gru, e të kem kalamaj në shpi. Qartë. Pse s'duhet isha si kë. Dhe quhesh e jashtë mode. Pra ka përcyer ajo. Unë kur si kam parë në atë sy, edhe prej 20 vitër që shofin filma, se cili mund të jetë rahat me atë që njehet vetë. Qartë. Por, u qujtë si kur ne tjerët që ishim, ashtu si që nga ka pru kryusin tokë, ishim të paplotësuar se si ishim kësho. Qartë. Pra, ky ishte, kaloi, ai diskriminimi kaloi në krahun e kundër. Unë s'kam thënë gjë për ta. Me qëra fjana, me që jemi këtu të këto, të identitet seksuale të gjitha këto, Pje këte ai la dere në balonës hap. të kujt? Balonës. Kush ballona? Balona ky? Avioni? Si thot Po, baba. kur kosh dera balonës mëllë, sa dajak haka ky shkreti. Palen shpi. Po prandaj pra si duket i pëlqen ajo, se i pëlqen Dajaku. E po mirë, s'është për deri sa sankohet, aje që loj edhe. Jo, loj, tha. E loj. Edhe bile tha egzagjerua, dhe në tren tha që ishi me Mersin dhe me atjetin, tha, në thanë që keni pirë drogë, tha, unë ishe thjesht shamie hundës, tha që hoqa unë, tha nga tavolinë. Në akuzua tha që po pinim drogë, shu, tha, që ishi me këtë stameri me ato. Ato po thoshte të eva video, në fakt. Që bëhet video planetare, tha, bëhet shu bëz i math, në kuptimi zhurmë e math, ndërkohë që Më ky vund se po tjetë që është kajt loj, ky duhet dilte duke qesh, po vund si kletë mori hertute nga bishti balonës, më sa më këtoj mrapa. po, po. Mori dhe Si besë e kapën ata. atë stewardesën e mori e nxori këtu, tha dil qik për para atje, tha. Po mbase i konsideron momente intime ata. I konsideron momente intime të vetat edhe s'do t'i tregoj. Po ku ishte se ballona ka qenë 2-3 orë nare, ka pas mundësi për të hangë dajak sa të lodhesh, s'kishte nevojë ke hapja derës. 2-3 orë me orë të tëra në Hanoi, pra në Vietnam. Ishte, Po sa pas 2 ditë na ballon. ku t'ju sa do, Ai ky që si kam bë autopsi për zgjallje këti. Ky do të jetë vula. Pa çat merrem me këtë po. jema, po t'i di pse i bie keq Macronit gjithë kjo historia, ajo e trenit që ishte me ata që e akuzuan që po pinin drogë kështu. Kjo tjetër tani me gruan që vete e bën, i bie keq se është vetëm 6-7% në sondazhe po populariteti ka rënë fare, dhe është partia e tretë në Francë. E tash ngrihet mas dajaku thu. Po se di pra, du të shohim sondazhet, aty ka sondazhe që prespozohen, ja sondazhe që nuk kurse i përgjithshon njeriu, kupton, sondazhe populariteti kështu. Të shohim tani, duhet me siguri ata do të zërin një sondazh dhe do ta them të mësoj. Po mirë, po mas kësaj mos na e bën. Mund të vide keq njerëzve për shembull. Po, Mas kësaj do kërcasi dajaku prap, po tjetë se ngrihen sondazhet. Pse? Shikosh edhe video tjera. Pse? Po se ka i tuf palaç është bota politik që me çdo kush duhet të jenë interesante ato. E kam thënë për një këtu. Për kë? Ka shumë view, tha, se fliste me këtë. View. Ta shumë do të mori view pa hesapi, po s'ka ke kali Skënderbeu. Te i ballon edhe ka 2 miliard view. Si ky? O Marsi, për çfarë personazhi? Ore, o mësim dëgjoj, u kënaqja sot me mësimin e. Duhet mbaroni zgjedhjet patjetër se tani s'kam, mësimi është i qetë fare. Do flasim I pak qetë kam qenë, kam 35. mirë, rregull, po ka fjalën që ishte një betejë. Dhe një betejë që po. në betejë që nuk doli keq, do flasim për këtë gjë. Do flasim Marsit që të më kujtosh se unë harroj. Do flasim pak për betejën e mësimit, shkurtimisht. po. Dhe brenda kësaj beteje, për të kuptuar që ky ka dalë treti më i votuari në PD, Po. lista hapur. Kujdes. Pra, Meta është vetëm pak vota sipër Zotit Murizi, po. Murizi. Dhe i bie që në qofse ajo rri do u fut. Ajo është fut në mënyrë pak çuditshme. Është Ilir Ali Mehmeti, i cili I mori edhe vota nuk kuptohet mirë, po çon si ka. Ky Ilir Ali Mehmeti që me sa duket për atë nuk ka dyshime se i ka marrë. Thonë që ka një sjellje kështu interesante dhe ndryshe nga të tjerët Ilirin e votojnë. edhe njerëzve nga larg i duket. Nga larg, se nuk se e njohin nga afër, është djalë i qetë. Dhe S'kam drejt të jo, analizë asjemë. jo prandaj. Jo prandaj. Dhe desha të mësimi ka marrë 7600 Është Jorida më e votuar, Ilir Ali Mehmeti, i treti nga lista e PD-s qarkun e Tiranës është Murrizi. Edhe pse Jo, po prit, para se ta flasësh ti. Po, dakor. Unë do t'i jap një lajm. Që jo se njerëz nuk e dinë, se mësimi i thot to, Po. po në qoftë se për shembull, po themi, hajde tani se mësimi të intereson që kaprit të hiqe mandati, se po jo është kaprit mandati, Futet dhe Ilir Ali Mehmeti. futet dhe Ilir Ali Mehmeti dhe pastaj i bie që jo, mu më intereson. Jo, prit një sekondë mësim të mbaroj. Jo për t'ju heq kaprin, se po t'jetë për kaprin, Bëj shaka. kanë të hiqet Ramës.
Mimi qartë. Po them atje brenda opozitës. Edhe Mram kam bërë atë debatin në studio, që PD-ja është në drejtën e saj, si kurse edhe partia mundësia, të bëjmë betejë ligjore për Qartë. Jemi dakord te kjo pjesë. Do të thoshe që për dy deputet, nëse bie 2 në burg, Po. thot Murizi është në parlament. Tani, unë do t'i bëj një pyetje Murizit. për burg se të bija asjanë, jo. Jo, në kuptimin nëse fillon hetime dhe humbasin mandatin. Na çojmë premisat. E zënë se humbasin mandatin. mandatit është tjetër, për në burg... Jo në burg, jo, se i ra shumë shkurt. Jemi kundër burgut. Popullor që. Jo, jemi kundër burgut. Personalisht kundër kodit penal inkuizitiv. Ne kemi kod penal bolshevik. Përveç rasteve flagrante të krimit, kur bëhet një vrasje etj. Këta Në flagrant. Noll, kjo në pjesën e deputetëve apo kryetarëve. Tani, ne do bëjmë një xhiro tani urgjent dhe më njëherë do bëj pyetje Murizit, duhet ndihmën tënde këtu Marsit, për të kuptuar dhe pyetja është kjo vëlla. Duket si pyetje filozofike. Si ka mundësi, po përgjigjen do japim mbrapa, një njerëz si Mysy Murizi, i cili jo vetëm ishte i votuar vëlla, ka kaq vite ka sa u bëre 30 vjet Mysy, që votohet jo vetëm në Lushnjë, po tani derdhe në Tiranë vëlla, kaq i votuar dhe nuk arritur të marrë mandatin dhe prap nuk mërzitet, pra vazhdon betejë, pra nuk është se tërhiqet thotë të bëjnë jetën e vet. Kot po them, si disa deputet për shembull që, okay, kanë marrë vota, janë të rregull edhe Murizi nuk tërhiqet dhe unë do të kuptoj sekretin pse ky njeri të rim pak te Murizi si personalitet. Pse ky njeri nuk tërhiqet vëlla? Pra, çfarë ka? Se thua ku nga i buron më vëlla?